Cilat janë shenjat që një mashkull i shenjës së britësjapit tregon kur bie në dashuri? Britësjapi është një shenjë serioze dhe një mashkull i shenjës së britësjapit nuk është nga ato që bie në dashuri me shikim të parë ose të nxitoj në vendime. Jo, ai ecën me hapa të ngadalt, kërkon që të i ketë një siguri dhe të ketë zgjedhur personin e duhur. Përpara se të bëjë hapin e parë, ai vëzhgon, mendon, analizon gjithçka. Ka frikë nga zhgënjimi apo refuzimi, ndaj bëhet tepër i kujdesshëm. Por mos e ngatërro këtë sjellje me mungesë respekti. Në shumë raste, ai preferon të ndërtojë fillimisht një miqësi të fortë dhe më pas ta kthejë atë në një lidhje romantike. Kur një mashkull i shenjës së britësjapit ka rënë në dashuri, ai të krijon një vend të rëndësishëm në jetën e tij. Edhe pse britësjapët dallohen për seriozitet në punë dhe kanë ambicie të mëdha, ai gjithmonë do të gjejë kohë për ty. Do të lërë hapësira në jetën e tij që ti të jesh e pranishme. Kështu, ai mund të planifikojë takime të rregullta, të krijojë një rutinë që ju ofron dhe që përpiqet që lidhja juaj të jetë e qëndrueshme. Nëse nuk jeni bashkë fizikisht, ai do të telefonojë ose do të shkruajë gjatë gjithë ditës për të ditur se si je. Për të, këto janë disa gjeste dhe mënyra të natyrshme për të treguar se ti je e rëndësishme në jetën e tij. Megjithatë, edhe kur bie në dashuri, mashkulli i britësjapit nuk është nga ato tipa që ta shfaqi emocionin në publik. Madje ai nuk ndihet as komod në përqafime apo në puthje përpara të tjerëve. Ai kërkon që momentet e tij romantike t'i jetojë larg syve të njerëzve. Por e kundërta ndodh kur ju jeni bashkë. Ai bëhet shumë i ngrohtë, shumë i afërt dhe tepër i përkushtuar ndaj teje. Një mënyrë për të krijuar një lidhje të fortë emocionale për të është intimiteti. Dhe ai kërkon që ta bëjë partneren të ndihet e dashur dhe e sigurt. Nëse dëshiron që një mashkull britësjap të ndihet gjithmonë i tërhequr pas teje, është shumë e rëndësishme të ruash natyrshmërinë e tij. Atij i pëlqen që të ketë një partnere që është e sjellshme, e sigurt, të ketë garanci në ekonomi, madje të ketë edhe humor. I pëlqen gjithashtu dhe të flirtojë në mënyrë elegante me partneren e tij. Nuk është nga ato tipa që pëlqejnë dramat e panevojshme apo presionet të vazhdueshme. Ai vlerëson dikë që i jep hapësirën për të ndjekur ëndrat dhe ambicet që ai ka. Megjithatë, një mashkull britësjap të ndihmon në të njëjtën mënyrë që të jesh edhe ti e tillë. Për të, dashuria nuk ndizet menjëherë si një flak kashte. Ajo ndërtohet dal nga dal me besim dhe respekt. Kur ai është i bindur se ka gjetur personin e duhur, bëhet një partner mjaft besnik, i qëndrueshëm dhe i gatshëm të investojë zemrën dhe të ardhmen e tij në atë marrëdhënie. Ai nuk është nga ato tipa që tregojnë shumë për veten, të flasë, të mburret dhe të lartësojë veten. Jo, ai rrallë flet për ndjenjat e tij. Sepse britësjapët i mbajnë emocionet për vete. Ato nuk ja hapin zemrën kujdo. Prandaj duhet të kesh parasysh që kur ai fillon të tregojë më shumë për jetën e tij,
për planet që ka, për mendimet rreth jetës, rreth botës, rreth gjithçkaje, madje të tregojë dhe frikrat e tij, atëherë kjo është një nga shenjat më të forta se ai të beson dhe ti ke një vend të veçantë në jetën e tij. Për të, ti hapësh zemrën është një hap i madh. Ai nuk dëshiron që të ndihet jashtë jetës së dikujt që e dashuron. Ndaj, në marrëdhënie është tepër serioz. Të gjithë femrave në përgjithësi u pëlqen që t'ia shprehin dashurinë me fjalë. Në fakt, mashkulli britsjap nuk është ndonjë llafollog i madh. Okej, mund të thotë llafe të ngrohta, por zakonisht është i rezervuar. Por si e tregon ai dashurinë? Prej tij nuk do të dëgjosh vetëm deklarata romantike, por prej tij do të ndjesh dashurinë në veprimet e përditshmërisë. Ai do të jetë gjithmonë pranë teje kur ti ke nevojë. Do të kujdeset për mirëqenien tënde dhe do të përpiqet të bëjë të ndihesh e sigurt në krahët e tij. Për mashkullin britsjap, dashuria nuk është vetëm një emocion, por edhe një përgjegjësi, përkushtim dhe besnikëri. Është e çuditshme se kur ai të beson dhe mendon se ti je e duhura e jetës së tij, ai nuk flirton me të tjerat. Ai investon gjithë energjinë tek personi që ka zgjedhur dhe e bën lidhjen si diçka serioze dhe jo kalimtare. Çfarë mund të themi tjetër për mashkullin britsjap? Një shenjë tjetër e fortë është mënyra se si ai sillet me familjen tënde. Kur ai fillon t'i trajtojë njerëzit e tu me respekt, kujdes dhe përzemërsi, atëherë kjo tregon se ai është i dashuruar mbas teje. Por gjithashtu, ai nuk merret me premtime boshe. Ai e tregon veten me besnikëri, me qëndrueshmëri dhe veprime që të bëjnë të kuptosh se ti je pjesë e planeve të tij. Po shikoni si i merr vendimet ai. Nëse e papritur i del një udhëtim pune apo një plan i rëndësishëm, ai të pyet ty për mendimin që ke, kërkon të sigurohet nëse ti je dakord dhe gjithçka është në rregull mes jush. Nuk merr vendime që ndikojnë tek lidhja pa të përfshirë ty. Dhe kjo është mënyra e tij që tregon se ti je partnere dhe jo një flirt kalimtar i jetës së tij. Po kur duhet të bësh kujdes dhe të kuptosh se ai nuk e ka seriozisht, por kërkon të luajë. Në fakt, mashkulli britsjap nuk është nga ata që flirtojnë me fjalë të mëdha apo me xheste të egzageruara. Ai të pyet për jetën tënde. Kur dikush i pëlqen, ai nuk nxiton. Mund të të ngacmojë me humor të lehtë ose flet kur të ketë mundësi për të takuar sërish. Ka dhe disa shenja që duhet të kesh kujdes. Nëse ai shfaqet vetëm kur i levërdis dhe zhduket për një kohë të gjatë, pa të thënë asnjë fjalë, rikthehet sikur s'ka ndodhur asgjë, kjo nuk është shenjë e mirë. Edhe pse britsjapi është i zënë me punë, kur është interesuar, ai e gjen gjithmonë kohën dhe i mban kontaktet. Kur flet bukur, por veprimet nuk përputhen me fjalët, duhet të bësh kujdes. Ai njihet më shumë për vepra sesa për premtime, por nëse ndodh që të premton shumë por nuk e mban fjalën, vëzhgoje me kujdes. Gjithashtu, mos e ngatarro natyrën e tij të rezervuar me mungesën e respektit. Është normale që ai të mos jetë shumë romantik në publik, por nuk është normale të fshehë vazhdimisht dhe të mos prezantojë kurrë me njerëzit e rëndësishëm të jetës së tij. Më kryesorja është kjo: nëse ti e pëlqen,
Mos u përpiq ta ndjekësh vazhdimisht që të fitosh vëmendjen e tij. Një mashkull bërcjap që të pëlqen në të vërtetë do të bëjë edhe ai përpjekje. Ndoshta mund të jetë i ngadaltë, por nuk është pasiv. Nëse interesi është i ndërsjellët, ai do ta tregojë me kohën, me besueshmërinë dhe me besnikërinë e tij. Nëse ke fituar zemrën e një mashkulli bërcjap, besnikëria është një nga karakteristikat e tij. Por nëse të tradhton, atëherë ai ka arsye të forta që arrin deri aty. Dhe nëse takoheni për herë të parë me një mashkull bërcjap, keni parasysh këto këshilla të karakterit të tij. Dhe ne do t'ju uronim që të kalonit një jetë sa më të gjatë dhe të lumtur së bashku.